Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, kur ka filluar në fillim të mandatit 2021, pra kur kemi ardhur këtë qeverisje me vitin 2021, ne kemi gjetë një sektor të naftës shumë të paformalizuar, ku më shumë se 50% të pikave shitëse të karburanteve kanë qenë të pa licencuara, sepse certifikatat të cilat i kanë marrë, licencat kanë kushtu shumë, kanë pas një tarif shumë të lartë, prej 3.000 deri në 5.000 euro për naftën, prej 5.000 deri në 20.000 për duhanin, por me ligjin e ri të produkteve të naftës ne kemi thjeshtuar edhe kemi motivuar sektorin privat që të licencohet sipas ligjit të ri për produktet e naftës. Dhe në këtë rast është një rezultat i madh i Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, ku kemi arritur të formalizojmë 98% të operatorëve ekonomik me licenca, të cilat kanë një kohëzgjatje tash prej 2 vjet në 6 vite, kurse tarifa për të licencuar është në 50 euro për produktet e naftës, 55 për produktet e duhanit, njëra me tjetrën nëse nuk jam gabim. Dhe në këtë rast, unë si ministër nuk mbaj mend emrat e kompanive të përveçme si individuale, por e di që me vinë qindra licenca në kabinet për t'i nënshkruar në afat të shkurtër. Kompania Express është ofruar brenda një objekti jashtëligjshëm, për çka dhe prodhia kanë figurar kapu. Shumë mirë. A jeni në dieni ju? Jo, nuk jemi në dieni. Nuk jemi as pak të njoftuar. Unë si ministër nuk jam e informuar për një biznes të vetëm, por jam e informuar për bizneset të ndryshme të cilat inspektohen, të cilat gjobiten, por edhe të cilat motivohen për mu licencu. Në këtë rast bie që kompania Express nuk ka marrë licencim gona. Nuk e di. Unë do të përgjigjem me shkrim, a e ka marrë apo jo. Sepse kemi... Po, ma dërgoj drejt në kabinet, do në të përgjigjem. Ma dërgoj drejt në kabinet, e kërkoj të inspektoratit qendror i mbikëqyrjes së tregut, a ka pasur inspektim, dhe e kërkoj të Departamenti Politik Bers i Naftës, i cili ka një komision për licencim të operatorëve ekonomik të naftës. Ma dërgoj në kabinet, nëse nuk e marrë përgjigjem. Janë hapat sipas legjislacionit në fuqi, ligji për naftën, ligjet tjera përkatëse për operatorin ekonomik. Janë të gjitha masat sipas inspektoratit qendror të mbikëqyrjes së tregut që bazohet në ligjin për mbikëqyrjen e tregut, në ligjin e naftës, por edhe ligjet tjera përkatëse për operatorin ekonomik. Janë shumë masa që mund të merren ndaj operatorit ekonomik.